Ka një limit të kësaj dhe a vazhdon merr të mira nga kjo gjithëdhënie dhe deri në çmosh merr të mira nga kjo gjithëdhënie fëmia? Nuk ka një limit për sa i përket gjithëdhënies, atë që quhet gjithëdhënia e zgjatur. Por vlerat e gjithëdhënies së zgjatur nuk kanë humbur as sot. Cilat janë benefitet? Sa më shumë t'i japësh bebit gjy, edhe në moshën 2 vjeç, edhe në moshën 3 vjeç, edhe në moshën 4 vjeç, dhe tani edhe në moshën 4 vjeç. Po, ka raste që ushqimin me gjy mund të vazhdohet me fëmijën deri në moshën 5 vjeç, 6 vjeç apo 7 vjeç. Dhe vitet e fundit janë vendet nordike ato që po tentojnë gjithnjë më shumë që ta zgjasin procesin e dhënies së gjerit, edhe kur fëmia është mbi moshën 3 vjeç. Unë mendoj që këtë zgjedhje dhe këtë vendim e merr dyshja mam fëmijë apo mam beb.